Ish-drejtori i Zërit të Amerikës në gjuhën shqipe Les Bibera ka reaguar pas vendimit të presidentit Trump, i cili përmes një urdhri ekzekutiv vendosi shpërbërjen e 7 agjencive federale që mbikëqyrojnë VOA dhe mediat e tjera qeveritare me shtrirje globale. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bibera i shkruan se ky vendim do të shkaktojë një dëm kaq të madh imazhit të SBA-s, të cilin nuk ja ka bërë asnjë kundërshtar deri më sot. Zëri i Amerikës, një fener shprehse dhe të vërtetë për qindra miliona në mbar globit, u mbyll sot në emër të reduktimit të burokracisë federale. Për më shumë se 8 dekada, Zëri i Amerikës ka qenë një forcë jetike në promovimin e idealeve demokratike të Amerikës, duke paraqitur besnikërisht SBA-n politikat, duke avancuar interesat kombëtare dhe duke shërbyer si një burim i besueshëm lajmesh të besueshme për miliona në rajone të privuara nga informacioni. Vendimi për të çmontuar një nga pasuritë më të mëdha kombëtare të Amerikës do të shkaktojë dëm të thellë në SBA. Imazhi, interesat globale dhe promovimi i vlerave demokratike, dëm që asnjë kundërshtar nuk mund ta arrinte kurrë. Sot shënon një kapitull thellësisht të trishtuar në historinë e angazhimit të Amerikës me botën.